E falenderojmë të madhin Allah të rëbëm salavat për shëndetin bi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjen e tij, bi shokët dhe mbi të gjithë besimtarët musliman. Kudo që janë, ale kënd rrugën të kësaj të cilët ta pasojnë me bindje, dashuri, respekt, sinqeritet dhe vendosmëri këtë rrugë, këtë besim derisa të jenë gjallë këtë botë. Të nderuar vëllezër besimtarë, sa do të flasim për një temë që ka të bëjë me ndjenjat. Nuk ka të bëjë me ndjenjat e dashurisë, nuk ka të bëjë me ato ndjenjat e reciproke mes njerëzve, sidomos që është bokja në thojza ajo dashuria falso mes njerëzve, por do të flasim për ndjenjat që kanë të bëjnë me vujtjet e njerëzve, në veçantë edhe vujtjet e muslimanëve. Pra dhe na sot do të mundohemi në rrafshin e disa pika me elaboru këtë temë. E para, rëndësia e diskutimit për vujtjet e njerëzve, të nderuar besimtarë. E dim shumë mirë se një zemër normale, një zemër e shëndosh, një zemër njerëzore tamam, siç e ka krijuar Zoti, është shumë e shqetësuar dhe ndjen shumë dhimbje dhe keqardhje për çdo vujtje apo për gjendjen e shumë njerëzve në përbocat. E veçanërisht për muslimanët, e veçanërisht sot për sot, gjendja e muslimanëve apo e popullit të Gazës sot, cilët domosdoshmë ka plur një katastrofë e rëndë, një gjendje vështirë, dhe të cilët po përjetojnë disa vujtje mundime të paparashikueshme ose të pakrahasueshme të njerëz. Jo vetëm ato, por në botë çdo kun ka arritur dhuna, e ka bërë komploti ka kaluar kufinin. Pa drejtësia është rritë qatë shumë sa që ka kaluar çdo kret. Trupat digjen, viktima çdo kund, mushkërit thahen nga etja, barku gjëman nga uria, të moshurit rënkojnë fëmijë për tasit, smuc, kanë për kraje, kanë dhimbje, njerëzit e përhumbur, të hutuar, pa shpresë, pa rëtore, këtë halë dhete, nuk kanë ka t'ja majnë. Me të vërtet është një skenë e trishtueshme, një skenë e tmerrshme. E këto janë efektet e këtyre skenave të dëshme. Është një skenë që haku nuk mund të rrjedhon përveç se ditën e gjykimit kur do dalë para Allahut. Gjithë ato raste dhe momente ku do të bëjë në veçantë të muslimanëve. Pra është një gjendje e pashpresë dhe pa rrugëtorë për të njerëz. Sot rrasdi, edhe pse teknologjia po ecë, po avancon, po shkon përpara fusha ndryshme, ama njerëzit do po vdesin. Njerëzit do ka shumë rapa. Ndjenjat njerëzore kanë vdekur. Megjithatë, ndjenja për me pasur dhimbje, ndjenja për fatkeqësinë dhe vujtjet e njerëzve të tjerë, veçantë edhe për muslimanët, është një ndjenjë të brendshme, është një kërkesë e natyrshme e trupit dhe shpirtit të njeriu, që me ndjedh dhimbje për tjetrin. Është një kërkesë që asnjëri prej nesh kur kush në botë nuk duhet me shfaqsu veten e thonë, unë nuk jam të fajtor. Por to gjeni kanë qenë pjesë. Megjithatë, muslimani ka dhimbje, muslimani ka ndjenja, se Zoti ja ka falë ato. Prandaj ndjedh dhimbje për këtë vujtje të njerëzve ku do të rrohet, sidomos për vllazërit e vetë musliman, të cilët kërkojnë vojë edhe përjetojnë fatkeqësi ndryshme, edhe pse ndoshta nuk ka mundësi ky musliman me kohë bashkë me ata vllazërit e vet ose me njerëzit që vojnë fizikisht apo me pasurinë e tij. Për të paktën ndjedh dhimbje, pak të solidarizohet me ta, të paktën bën të hapë për ta, të paktën e përjeton në një formë dhimbjen e tyre, mos me bu gjumë me rehat edhe vetë. Por edhe ose kjo është edhe një fakt tjetër që du me e cikë. Kur e shoh gjendjen e shumicës së njerëzve në përkohë, besa dhe disa muslimanë që po vete bagje besimtar, bagje musliman, që nuk kanë ndjenja për të vujtje dhe to, sikur mos me konë këtë botë. Nuk i përjeton. As një keqardhje, as nuk interesohet, as nuk kujdeset për ta. Bile. Ka rase edhe flasin kundër tyre, flasin keq edhe ndjesin kundër tyre. Subhanallahu edhe.
Çka të mëllë kjo? Kjo si edhe këtyre njerëzve të mëllë, pesa të mëllë disa muslimanë, veç me gojë, kemi plët. Ndaj njerëzve që në shtypë, ndaj njerëzve që në persekutu, është kjo gjendje këtyre, është edhe merën se sa plumbi armikut. Se sa arme armikut. Sepse këtyre, për e për modve, të faktin një përkraje, praktin një bështetje, të faktin një lutje, një doa për ta. E këtipi shkën e kodër ta. Sulmi, këtimi shpinës edhe me mëmutohë me ta. Muslimat të tijën, sot nuk jenë gjendje ndoshta edhe një hytme me të gjuhë të rënfund, se edhe që qyrin orën atje, so asfalt i hoxha. Se nuk jenë gjendje me të gjuhë fjart e hoxhës, që po fletë për gjendje në njerëzve, se do mas të muslimat me po. Po qyrë, sa ma shpejt me këtë gjumon me i, ku më shku në kafe, ku më shku në fjart kota, ku më shku më abet e kotin, se sa me nejtë me të gjuhë në gjami dhe rënfund, ose me kërku me hoxhë, vazhdo shtyjo dhe pak. Një gjumon kemi një, nuk kemi për ti. A që jena në gjendje sot nga muslimat, apo shqipë qëfa sakrifice me bënda i tjere. Një gjumon nuk po jemi në gjendje një hytme me të gjuhë pa darë, një fjarë ku do darë për Allah mirë foli hoxha e e zvati paksa, të kështë shkurtu pak. Qëka me shkurtu? Qëka me shkurtu? Une e shkurtoj kur ju punani. Une e ndërprej s'flas kur ju me pranë. Ma qefë se ju kam vëshkërit në thale, alhamdulillah, edhe e me zdry poshë. Ka është nësë pas të vëjnë të cikë asë të temë. Tema që do është një kry, na bashkë krejtë. Po si me të kry, pra dhe duhet me zotë. Se duhet me sensibilizu gjendje dhe situatë për gjendje njërzore, se jemi njerëz, jemi krijesat Zotit, jemi besimtarë Zotit që kemi obligim të kësaj toke, të këtij populli edhe të njerëzimin gjithësi, përgjithësi. Edhe të vllaznive tu veçantë. Përte nuk muna me heshtë, nuk muna me shkatu, nuk muna me shkutu. Ju jeni ata që nga bëni me shkutu dhe me zonë. Varë për juve, nuk varë për njëra. Allah nga dhëmotë. Në më tjetër, rafshë dy që klasën, por anë edhe sunetin e njëve në atrashët gjithë se që duhet të jetë lidhje për kujtit e këtë njerëzimit. Kemi ajetët të shumë të kuranore që por anë në nëzit që duhet kemi mirësi, duhet kemi dërshuri, duhet kemi ndjeshnëri për tjerë. Suve që kemi në surën Nisa ajetë 36 që thot, adhurën në Zotin, ose bënë shakatia si sen, si do mirë me prejnë, me tafër, me jetim, me të varfër, daj fqiu tafër, fqiu të largët, daj shokët nga të veti, daj ulltarët të largën, daj rogë, do më gjithë po në thret dhe shuri edhe për jetim edhe ndjenja ndaj tjetër. Po ashtu në ajetin tjetër, ata janë që për hir të Allahut dhonë shqip të varfër, jetim, zëmë dhe rogë, që ata nuk kërkojnë asë falenderem, nuk kërkojnë asë shpërblet për ty në po tjesh për Zotin e madhe, po një që tjerë. Po ashtu kemi edhe ajetet të tjera të shumta që nga të regon një madhe Zot, se nga duhet me bo mirë dhe me kështu njëri tjetër për dorem, për sabër, po edhe për mbështetje të njëri tjetër. Kemi edhe hadithin e pejgamberit a.s. që të Sahel ibn Sa'd as-Sa'idi, që nëse pejgamberi a.s. ka thonë besimtari për besimtar është sikur se trupi me kokën. Besimtari ndjen dhimbjen kur besimtar tjerë kanë dhimbje, sikur se trupi kur ndjen dhimbje nëse ka dhimbje koka. Prandaj në rrafshën e tretë, që duhet ta me ndje vetën vllazën ndaj, që është pika e tretë, kur musliman ndjen vujtjet për vëllezërit e tyre. Ka drejtat më të rëndësishme dhe më të nëllore të vllazërisë, kur thojnë na me ko vllazërillah që duhet, flasim në vllazërimin islam. Është që na me përjetu hallat edhe detet e njëri qëtër bashkërisht. Kur i ndodhe vllau tonë një keqe një fatkesinje e bashkëshme, qëka do që i do, me ndalë dhimbjen bashkë, me përjetu bashkë, zimin e rëndimin bashkë, kretin e po bashkë. Kjo është vllazëria muslimane, që kjo është vllazëria islame që nga thret Zotit, nga thret pejgamberi a.s. Kjo është akidja, besimi jo që ka dëpërtu në shpirt, ka dëpërtu në zemër, ka dëpërtu ku i ka bashku krejt njerëzit e panjohshëm, edhe kundërshtashi e rrugës i ka bëu bashkë. Edhe ka krijuar që quhet një uniteti emocional i besimtarëve musliman, që ndjen dhimbje dhe gëzim, me dhimbjen dhe gëzimin e vllahut të vet musliman, pa asnjë interes tjetër dynjor. Kjo është uniteti islam. Prandaj ne duhet
duhet të ndjekto shqyqërësht, sepse përme vërtet kjo uniteti emocional është një dhërat hyllore që Zotë i madhe ka zbritë dhe ka dhuru në zemët e besimtarëve siqe, jo që të të cilë të barë për këti burimi, për këtyne e ndjenjave që i ka për mujtet e të tjere, të buranë gjithë shka që është bashkëpunimi, solidariteti, mëshira, dhimja, po dhe distancimi dhe largimi nga gjithë shka që bëhet dhe shkakton patricit e tjetër. Edhe largimi nga gjithë shka që dëmton pasurinë e njerëzve, jetën e njerëzve, derën e njerëzve dhe dignitetin e njerëzve. Pra dhe pejgamberi alayhis salam me hadithin që në tregon, po dhe s'ka me përgjithësi me kuptime të veta ka ardhur me rënjohë që të ndjenja në shpirtin tonë, në mesin tonë, shoqërinë tonë. Dhe thënë, nuk është besimtar ai që vetë gopet, ndërsa fëmijë i tij është i uritur. Lejse mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i. Vetë po ngihet e fërshia i tij uritur. Ose në transmetimi tjetër thotë, nuk beson mua, nuk ka besim ai i cili bjen shtratë i mirë, shnash, po, me ta në të mirë në dzem, edhe i kopër, dërsa fëqini ti është i uritur, dhe kjo e din që është i uritur. E din që është i uritur, thëtë e nuk ka besu, pra nuk ka besu Muhammedin alayhis salam. Pra Muhammedin alayhis salam edhe ka thirë, po edhe ka zbatu edhe ka praktiku këtë pare. Pra dhe thëtë hadithin tjetër që transmetari Abdullah ibn Ameri. Thëtë për janë selam që më i dashuri për njerëzve të ka Allahu është e njëqi, por mësë shumë të dobi njerëzve. Edhe vepra me dashur të Allahu është me gëzuni musliman, me ja lehtësu një vështërsi, me ja shlyer një bash, me ja largu urin. Kjo vepra me dashur të Allahu. Edhe për mua është vepra me dashur, po me dashur për mua me ecë, me një vëlla tamë musliman, për një hall që ka detja kryqa, prapë sa me lek një mujtë ditë më shenë xhami. Prandaj, kjo në të shpërkime të dha që përmendën hadithet shumë ta që për mos Zot, ai që ecë do të japë nevojën e Zotit, japë rutinë nevojë, ai që ja hek një hall, atë Zoti jep një hall ditën e Kiametit, është shumë hadithe që tjera që ka plot apo plot domethënë me këtë kuptim. Domethënë pejgamberi sallallahu edhe ka vendosur të parë, po edhe ka zbatuar edhe ka domethënë shumë raste. Kemi edhe një rast që është me të më shumë të vetunet pejgamberi alayhis salam. Dhe ka marrë një grup i njerëzve nga fisi Mubare, që shie që kishin probleme të ndryshme, financiare, fukarallake, sfamje, aq i erdhë rënë pejgamberit alayhis salam kur po gjendjen e tyre, saqë i sfuqet të fytyra i ndrua dhe pamja, edhe u çu, duhet hini, edhe i tha Bilal, çu të rrezonin, bënë ikametin, e falë namazin bashkarisht, edhe mojti një ligjërat pejgamberit alayhis salam. Duke ju po thirrë njerëzve që me dhonë sadaka sa ma shumë. Me dhonë sadaka, që kula që të thonë, bërë që ku keni arke, jepë një ndim, kontribanit që shka që është të dëshme për shusni për rrethin tonë. E të fillu njerëzit me dhonë sadaka, njën e mas tjetër, garë të mund radhazi, sa që u bunë dy tubat më dhaja me ushqim, me ngashbate me ushqim, atër të të pash ftyrën e pejgamberit alayhis salam që janë nisi më gëzu, më luturu, edhe më ndru qera për tjerë, për para agimin e besimtarëve që për më ndihmu aty në njerëzve. Së nuk mund të ka një qerë të besimtar për është në vlad vete, ose të këtë jetë në halë dhe dëm, edhe mos më u bërë zemra vërë, ose mos më marrë nga çështje. Po ashtu kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam që tregon se muslimani është vllai musliman, ai nuk i bën padrejti, nuk e dorëzon, nuk e lëshon, nuk e lën vetëm. E kur kujdeset për nevojën e vllajt vetë, Allah do të kujdeset për nevojën e atij personi. Kush janë sot të gjendë, do të gjendë ditën e gjykimit. E kush ka probleme të mirë, Allah do të probleme të mirë ditën e gjykimit. Po kemi raste edhe hadithe të plotë për plotë. Po çka do të se u ndjenja për vujtjet e njerëzve? Subhanallah. Për hubja ndjenjes për vujtjet e njerëzve, sidomos muslimanëve nga sot, si i thonë vetë muslimanë më janë çfarë, edhe tash. Është një çështje që është shumë serioze dhe shumë e rrezikshme. Është një fatkeqësi e madhe. Është një smundje e rëndë që ka kapur komplet njerëzit në botë.
Fatkeqësisht edhe musliman, që musliman nuk është dashur kjo me ka. Po edhe musliman i ka kapja. O këtu jeta mjeren votje. Jenë bitë të ndjenja, s'ka ndjenja që një me vëndjerë, ka më dhimbje për njerëzit të tjerë, për halët të tjera. Por, kjo gjendje që ka orë, për qësi të njerëzit, po edhe të nga musliman, nuk ka orë brana nautës. O shkallë mas shkallë, o shkallë ka pas hapi, jenë disa fakturë, jenë disa shkallë që kanë diku, e pre atyre është mas pare, është dopsia e imanit. është dopsoj imanin në zemra tona me Allahu Gjeleshanuhu. është dopsoj imanin në zemra tona në ditën e gjykimit. Se të kena të mendu të po hasab që nesër kërë më dhëllo gari për Allah, qysh të po kënë rahat, shpitane i qetë, e njerëzit në vojtar edhe ti nuk bërgosësh për ta, s'kesh për ta, asë të meni për ta. është dopsoj imanin në qështën se pe urejnë në dhejës, në në dhejës. E nga lidhë mas të njoj, nga lidhë mas gjërgjora materiale. Dashuria nga ka shku shumë qëtët materiale. Sa për njësë të përti njështë. Mirë keqë që ka rëta, kësha pasja më më ndryshe. Shumicën e njëzë që takohë. Hajde takohë për qëtë biznes, për qëtë biznes. O bura, o vazdim. E vërtet është duhet me punu. E vërtet është duhet edhe me siguru i dare që tonë nga tyra për familje. Po jo sëllimi final, takimi, bashkimi, largimi dhe ndarja me sjetë për veç ona materiale. Pejgamberi a.s. hadith e ka përmend dashuria ndaj njerëzve për hatër të Zotit. Dashuria ndaj njerëzve dhe lidhja tyre për shkaku i namazit, shkaku i dersit që ulën derse para hoxhës para dietarëve, e ulën për levon e hajë, që të jenë shkaqe që e quajnë xhenet. Jo puna e biznesit. Benesa të biznesit që përbohen me korupcione, me rishvete, me harame, kjo të në bërë dhe pyjtje për tjetër. Po dashuria në njerëzve aprije dhe bashkimi për hatër Zotit, që kjo ose për të kauzet e njerëzve, ose kauzet e besimtarëve dhe muslimanëve, kjo është që kemi hadithe që nga tregojnë se i qojnë xhenet dhe i bashkojnë xhenet. E nga kretu nga ka po që sa, na jemi largu. Zdojnë me një për tjetër, heq. Ta është të vlatë gjakët e ka baksa dhe të nësë së të me një, qatë që eftohë raportet. E levo për të ka malargë, subhanallah. Qysh me të thoni, që me thonë të njerëzë, për a hukën djenë, një popli për vodë, ose një njëri, ose një familje, një individi për vodë e padrejtësi, ti nuk për ndjenë kurqë, asë për të vretë zemra, asë për të vretë dërgjegja. Qëka me thonë? Nuk di, unë për vetë nuk kanë përmejnë. Veç thonë që qenë njëri nuk është. Gjithë shka mune të mërë, veç njëri s'mon me thonë. Nëse nuk ka ndjenja për ato që përdohë për rënë, edhe padrejtësit edhe dhuna që kohën, dhe ishtë do kujtë, nuk ka ndjenja, nuk ka njërësë rënë. E kemi raste që ta sotë Gjabirë dhe Allahum, me në rast kur muhajgjët e Abisinis u këthynë, për shku gjendë u këthynë nga Abisinia të pejgamberi a.s. E pejgamberi a.s. për ju thotë këtyne që u këthynë, a po në sen, që ka po të Abisinia, ka diçka që ju pëjtëja, që ka po të atje, do më përshtypit për i nivellit ku keni shku. A keni përfitu në esen, a keni mësu në esen, edhe një pjallë e një të nëpoja Resulullah, po kemi të shka. Thot me një rastët një ditë të një pjallë, ta mërgjë që rrinë për kisha dhe për to, një pjallë e vijet të një gruë, e kështë po një farë tasë, një farë ene me ujë, e kështë një gryja dhe pëjecë. Kur ka dhe nga të djenë dhe tri, një djallë e një që u kome dhe jonë, mas shpine, trak, edhe e shtypi, një plaka të porëzoja, plaka, ju thy ena. Qëka ndodhe? Ta këtë plaka u quë, unë në reshë në pamë, edhe ju drejtu këti djallët, o tratar, o ti, o tratar. A ditë kur Allah do të vendosë drejtësi, i bjedhë krejt njerëzit, partët, mbrame, krejt, dhe kanë me dëshmu dora, koma, krejt që ty dora me dëshmu për Allah, se që kanë punu, atër ka me dorë shesh qështë që jote edhe jenë. Atër kime e pati se ku jenu në dhe ti. Se ta shot kjo e plak, mu shtyme këtë triu të s'ka mujtë, a i ri, energjik, i forma, mu rreme të s'ka mujtë, mu shtyme të s'ka mujtë, po ta shtë edhe atër të tjeret për rrëthtyna, veç i vidi mu plakës, bëjnë hajgare me ta, gazmojnë e provokojnë.
Atë pejgamberi sa tha, sadakat. E ka thonë vërtetën, Wallahi ta Zoti nuk e lartëson një popull përderisa nuk e merr hakun e dobtit për të fortit. Kur nuk e lartëson? E sa kemi në thonë tash për njerëzit, për sësi, e veçantë edhe për na muslimanë, që po thonë la ilaha illallah, ka mësilur me të spirituore me sare, për drejtësie, fjallë turta, mëdhaja, sare, e shumë pa drejtësi nuk bojnë azonë. Qka me thonë? Kur heshtë dhe keqës, kur heshtë dhe padrejtësis, kur të heshtë dhe tyne edhe fenomeneve ndryshme, a përboqë mirë po folë, shko si që të sanë, se po prejk ato po edhot, ju po edhot ajë. Po qka nëse heshtë me dhe me jemi barabar me ata, që e bojë padrejtësi. Nëse heshtë me jemi barabar me atë keqë që po përhapë në besin e njerëzve. Pra të kemi edhe rastën e të pejgamberi a.s. që në thotë, pejgamberi a.s. thotë, muslimani është vllai muslimanit. Ai nuk e trahton. Çu nuk e trahton. Edhe nëse të shoh keq, nëse unë ty të shoh keq, edhe nëse ty sot po të jenë mërzi, që nështë të qortoje, të bërtasë, të vrejtje, po nëse do të bërtasë, unë të trahtoj ty. Nëse unë të bëjë rash për keqe që jetë të mone, të trahtoj ty. Pra dhe pejgamberi sa thotë muslimani nuk e trahton muslimani. Nuk ja bënë rash keqe, se hajë se mirë, së gojë. Se kjo është tradhti. Po në duhet me qërdu, me vërtetën e me marë masa, qëka do që po është në veshme, që shka tonë pejgamberi se atë kushta shetë, kush për jush, një të keqe. Le të ndërën me do, me forës. O da së mune, bile me dojnë të fletë, o da së pëzën, bile me zërë të urejë, edhe pëse është pjesë me do të e mojë. E në në ti ku përnalim, që të përnalim. Me kuja, me torja, edhe me zemër së të di vëllë që ka zemër e tonë. Përvej sa vemra jashme të shkona të shakira, vemra të jashme s'kona të shmojnë, që kemi bashkë i mos sa duhet edhe si duhet. Sepse heshtu razi, po pajtohemi me të shia që po në rëpën, s'pe i gritu në zonën, nda i dojnë pas një keqe. Prandaj, thotë edhe pejgamberi a.s. edhe në hadithin tjetër, ashtu në për ju më sërëm një vemë. Ashtë një vemë, po ashtë një pozitë, në ku bëhet pa drejtësin dhe i dikujt, e të heshtë edhe nuk e nglizoni me nërët pa drejtësin. Do është atë vritët njëri nuk e nërët. Mësë rëtë. Nëse se i zote mësë rëtë. Qoftë pozitë, qoftë edhe në atë vemë, ku nuk mund është në dërua të keqe, atër mësë rëtë. Mësë rëtë sepse malkimi Allah ka me përshit gjithë. Së që përnani pejgamberi se ka mërosin asë i plakës. Nuk e përnani që dënimi ka me përfshi veç atë djallin e ri, po dënimi ka me përfshi edhe atë kupër dhe atë verë që të heshtit ndaj padrejtësis edhe praktisin ato të shtypurën që ka nëve me ndihmu. Malkimi përfshi të gjithë. Pra të atëherë po, nëse shkujnë ashtu, e sa malkimi për po peka mbi kokat e njerës nësat e festa dhe të muslimanëve, sa malkimi bjenë sot, të cilë heshtë dhe i padrejtësive dhe dhunës dhe të këqijave që i bojnë. Pra të edhe sot, malkimi ka rabi mbi njerëzë, se mas polin të përshamë njerëzë, besa dhe muslimat të përshamë, si janë bashku. Ja njëse, jo këj shtu, ja aja shtu. Jo këj ma ekstremist, jo këj ma liberal, jo këj ma nej, jo këj këne. Jo këj bashkëtorja e mikët, jo këj trautar, jo këj monafik, jo këj dëftësh, kur bashkë edhe kur në vendë nuk u po. Islami nuk në mësot shumë. Islami nuk thotë që vesh një nga gjymtyrë, dora, ose trupe, ose një pjesë e gjymtyrë, që kur është shtatit me ndjedhike. Po çdo qelizë e trupit duhet me ndjedhike për vujtjen e qelizës tjetër. Çdo qelizë, jemë organe si, për shembull dora, koma, syri, veshi, po dhe çdo qelizë e trupit duhet me ndjedhike dhe duhet me Pandaj, edhe kemi edhe si në fund përvyllje, nga 3 detyra që duhet të kemi parasysh të taj njerëzve, për vujtjet e tyne, e si dhe mësë për vërsën tonë edhe motra tona ku dhe që vojnë për botë. E para, duhet të interesohme dhe duhet të jetë kujdesi maksimal për çështjen e tyne. Duhet me punu për edhe me vepru për kalluzën e tyne, edhe pse nuk mujna me kohë me ta, fizikisht.
Nështë asë materialisht të puna në komë me ta për më ndihmu, të pak të duhet më interesu me ditë, me njohë gjendje e tyre, sepse që ka thonë edhe pejgamberi a.s. me një hadith, kur e ndorë në një sudit të shparake, ju ka thonë aty në shumë të vetë të shkull luft, të ka shumë bura që kanë vetë me dine, se i ka përgur një arsye e justifikushme s'ka mund me orë luft me neve, por jenë pezorit jenë nërë, e që të se hapë jenë barabar me neve. Nuk ka lënë asë lugit, asë rrugë, pa koma ta me neve. Se të jenë me neve me zamë me shpirt, jenë prokupu me neve, me trup jenë me dine, por me shnanë dhe me shpirt jenë me neve kuto që jemi në fratë. Pa dhe rajtë këtë jemi me zamë me shpirt gjithkun me këta në vejtore ose me këta njerëz. E dyta, është shumë në veshtë që mësë pojnë një bukë për veti, se cilë tani me bua dhe për ta njësit të sprovu. Forcimi i shpirtit musliman me të kohën e fetëve. Duhet një abo me dhije, kjo është tyra nga moda që sot muna me bua, dhe nasi në gjëllor për dhe ju si gjëllor. Dajnë një tjetërit dhe dajnë dhe shdo kujnë që ka nevoj, që me forcu imanën dhe besimin dhe mbështetjen dhe qëndrueshmëri i këtë rrugë, se kjo është sprovë, është fitne. Edhe mi thonë atyre që jetë të sprovu, po edhe na jemi sprovu, që me qëndrua këtë rrugë, i palohashëm, është me mirë sepse fitojnë e shpërblimin e gjithmashëm karshin një sfide ose një sprove që është afashkurte. Kjo është afashkurte. Edhe këta njerëz që sot vujnë, nesër ka marrë fund, ajo vujtje e tyre, por që ka të të thonë nga Zotit, kërë dojnë para Zotit. Na, që do dojnë para Zotit, me që ka do të arsetovi. Prandaj, edhe pejgamberi a.s. edhe për kemi rosën, kur shkajtë familja Amar e Asirit, e patu me mundu, e tha sabrën. Sabrën, dorane, se myshde për ju është gjeneti. Të mon durimin në balafacimin e tyre. Edhe treta është doaja dhe rrugja. Doaja është arma e besimtarit. Arma me fort kundër fatkeqësive. Është ilaçi i çdo shqetësimi. Edhe Zoti i Madh ka thonë shumë qartë, o të unë se gjëllë, do më thërë në mund, gjithë të mund një përgjigje, po të tjetë dua me lutjet sinqerë, të tjetë me shpirë, të tjetë me zarë, jo dua aftoft, jo dua me poje gjuhë, sepse nëse na jemi shtu atëra dhe Zotë po në ratë Kur'an, fële ula e gjera më besuna, po atër kur ju vjen atyre dënimi jonë, pse doja atyre nuk pat efekt, sepse zemra atyre ishte të ndorosura dhe shejtani jo aje shejti punë të tyre. Po të bëjmë doa me plot zemër dhe me shpirt, me plot ndjenja, sikur që pra me një vendosëri të madhe, sikur që kemi edhe rastin luftën e Bedrit. Kur përshu pejgamberin a.s. që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit i griti duar, ju drejtu Zotit me plot bindje vendosëri pa u ndalë, pa u ndërpret. O Zot, ma jep ato që përtove, ma realizo ato që ma përtove. O Zot, nëse sot që këtë grupi muslimanëve të shtarë, kur mos ti mu adhuru këto. Aqë shumë, aqë me vendosëri pejgamberi sallallahu batë doa, sa që edhe kjo robe i krave, e po Bekri ju afru, e murja që ti kra, edhe i tha, ja Rasul Allah, bërë mose, Zoti ma ka me realizu, ka që ta ka përdu. A ka vërtu Zoti, po, ka me realizu. Edhe pasër me të vërti Zoti ma, edhe realizoj që i kemi ajetit kuranore, që ne ju kërkuan din, dhe ne ju kërkuan engje që vishin grupe, rrë pas rrë njëri pas tjetërit. Ka dhe ju përqisha Allahun në lutin e duan e ti. Edhe me do të me dua dhe lutje të sinqertë, të vendosur me bindje, sa Allahu ka më përgjigj dhe me bindje dhe me zemër, me shpirt. Tamam. E jo veç vaje bue, Allah dhe në mirë, ose veç më të rështu ku që ka ndodhë atje, edhe më prek, edhe më përblok para njerëzve, edhe mas taj kur që heq. Jo, të shtimi përretja të me konë reale, me ndjenë jetën tonë, për të hanë shkot, mësë të homër buka, për të bësh me vrejtë,